Mesditën e së mërkurës, një ngjarje pazakont tronditi kërçovarët. 28 vjeçari me iniciale EZ ka hyrë në gjimnazet Mirko Mileski dhe Drita, që e ndajnë të njëjtin objekt, duke shtyrë çdo kërë që i dilte para, nxënësit dhe të punësuarit. Fatmirësisht nuk ka të lënduar, tregon drejtori i gjimnazit Drita, Festim Ahmeti, duke rrëfyer se si ka ndodhur ngjarja. Të sqarohet kjo pjesë sepse prej atyre që lexojnë në portale thuhet se ka nxënës dhe të punësuar që janë me rrezik për jetë. Kjo nuk është e vërtetë dhe këtë e mohoj në mënyrë kategorike, sepse kemi incizimet e kamerave të sigurisë, ku gjithçka është incizuar, gjithçka shihet. Agresori ka patur mjet të ftohtë, mirë po asnjë nxënës dhe asnjë të punësuar nuk e ka sulmuar me mjetin. Ka sulmuar në fizikisht me tentim për ta sulmuar me grusht dhe shtyrje, kontakt fizik, por nuk ka asgjë të vërtetë sepse kemi nxënës ose të punësuar, të lënduar me mjete të forta. Në urgjencën e Kërçovës nuk është raportuar për ndonjë lëndim trupor të atyre që janë përballur me 28 vjeçarin. Ditën e mërkurë ne kemi pasur një thirrje nga gjimnazi i Kërçovës për një vajzë të lënduar, por që në momentin kur ka shkuar ekipi i ndihmës së shpejtë ka konstatuar që nuk ka lëndime trupore fizike, por ka pas stres traumatik. Dhe pastaj kanë vazhduar edhe 2 thirrje tjera, që kemi bërë 2 intervenca tjera, që kanë qenë po ashtu në nxënës të shkollës së mesme, por që kanë qenë fatmirësisht të gjithë strese akute traumatike. Me lëndime trupore fizike ditën e mërkurë ne nga gjimnazi nuk kemi pasur asnjë rast. Fajin tek sistemi e hedh dhe kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari. Atë që mund bëjmë ne rrethoja e shkollës apo të gjitha ato masat tjera, padyshim që të bëjmë, po mos harrojmë pra janë organet kompetente ata që duhet të jenë më syçel, sidomos në rastet kur do ta citoj një moment të njërin nga punonjësve të organeve të punës mbrëmshme në momentin e arrestimit të tij, thotë ky është i njohur për ne. Lema që është i njohur, por ka edhe denoncim nga nëna e tij dhe rasti neglizhohet deri tek pastaj pasoja që psuan pas. Por gjithsesi komunikimi ynë, bashkëpunimi ynë me prindrit, me këshillin e prindërve, me këshillin anëtarëve, drejtorët e shkollës, është një moment që ne do të marrim të gjitha ato kërkesa parasysh. Në njoftimin e Ministrisë për Punë të Brendshme shkruhet se agresori ka filluar nga shkollat dhe ka vazhduar rrugës e deri tek Spitali i Kërçovës, ku është arrestuar nga policia. 28 vjeçarit i është caktuar masa e paraburgimit prej 8 ditësh dhe momentalisht gjendet në burgun e Manastirit.